Ke fillu me boks për me hekila? Po. E tash e ki vrej që keni talent, edhe që një vjet tash ki dalë në profesional në boks. Po, i kam edhe meç amator, po ku i kena hek killat, tana ku kena rënë peshën që shdut, i kena bu meç amator, dhe kena fol me Haxhi Robin Krasniqin që është trenirim, dhe kena kontaktu, kena fol që shdo me bot armët, dhe dal nga dal kom hinë boksin profesionist, ku i kom bo 2 meqe në boksin profi dhe të dytë i kom kryme suksese, dhe tash meqin e tretë do t'jetë me 15 mars në Austri. Tash më ka janë ndeshë në këtë dy jo profesionale? Ornone? A janë ndeshë, dy ndeshë i ki pas amateur, apo jo? Jo, profesionale. Profesionale? Po. Më kë? Të dy kundërshtari kom pas nga Serbia. Të dy kundërshtar nga Serbia? Po. Edhe i ke fitu të dy? Po. Bravo. Big up, Jonas, big up! Pap, pap! E ku që ka zgjat këto e kundërshtartë? Po, këto shkojnë mas managementit, dhe janë po 7 kundërshtartë edhe ka kidha, ka moshe janë konë shumë atë vjetër, matë moqëm. Sa vjeti kiti tash? Unë i kam 18 vjetë. 18 vjet, a ata sa vjeti kam pas? Kundërshtari i pari ka pas 34 vite. 34 vite? Po, kundërshtari i fundit i ka pas 24. E ti e ki mujt e dytë, Po, si 18 veçar. Meqin e pare kom mujt me knockout, dhe meqin e dytë e kom mujt benjë me pika. Ku i Erion djali ku i, bravo qoftë, Erion, bravo qoftë. Managementi ka thënë në 2 ndeshjet e parë Erioni ka me pas me 2 bokserë nga Serbia. Po, qëtu kanë ra kundështartë, ata edhe nëse kanë zgjella ekstra, po qëtu e ka ra mosha dhe